Të dashur të emisionit pas ditës katror, rikthyem përsëri në studio. Kemi sot dy mysafir, kemi arritur deri tek biseda e parë në studio. Kemi biseduar dhe kemi publikuar edhe më herët këngën më të re nga Butrinti, por jo vetëm, së bashku me Real 1 dhe DJ Blunt Kime Ly. Tashmë, pas shumë kërkesave tuaja, që tjetë edhe njerë mysafir dhe të flasim edhe njerë për projektet e radhës, na vjen shumë mirë që na kanë dërguar edhe njerë më ardhin e ti, ende pa shkuar e kemi zënë edhe sot, pasi që është në Kosovë. Mirë se erdhe Butrend. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Fillimisht urime, konga ka shkruar shumë mirë deri më tash. Faleminderit shumë. Shumë mirë ka shkruar konga, klikimi që bën 1 milion views. Për 2-3 javë. Po. Edhe po kujtoj që foncat e kanë ngu mirë kohën. Pa tjetër, sepse më duket edhe ke punuar me një intensitet shumë të madh kundrejt asaj, je përkushtuar shumë këtë këngë, por shtylla kryesore mund të themi lëshëm që ke pasur edhe DJ Blunt dhe Real 1. Po, por normal. shtyllës kryesore. A e ke prit këtë sukses me këtë këngë? E kom prit se konga shumë është e mirë, shumë kena punu në to, edhe qaj që punon shumë qaj e ka Edhe suksesin. suksesin, normal. Në ndërkohë, është kjo këngë, e janë komentet pozitive, ato cilat arrin në faqen tonë zyrtare të katrorit, shumë shpesh, pozitat e para shumë shpesh votuar në top listën tonë muzikore, por jo vetëm televizionin tonë, e publikuar në shumë televizione, jo vetëm Kosovë, edhe jashtë Kosovës. Si po ndihesh për këtë sukses që e ka arritur më të madhe, ndërsa më themi, sepse ke pasur edhe këngë më herët, por kjo këngë ka bëm edhe të ka bëm me të njohur se kush është Butrinti. Po, para 2-3 dite kom një që konga pungohet në Chicago, edhe thash, që konga mu arrit në Chicago është shumë sen e mirë. Natyrisht. Edhe kena punu për qëtë sen, me dorë konga mirë, spot e mirë, edhe që e kena tash sukses në dorë. A kanë arrit komentet të ndryshme? A kanë arrit komentet që unë e kom lypë dikon si te, dikon si këta, dikon si ata? Shumë femna, edhe me shku për më shkrujnë, ma shumë femna, më më shkrujnë që kemi lypë dikon si unë po të lypë ty e sen e vendë shumë për pra dhe ty për lypën, edhe ndërkohë ty e ke lypë dikon, se më ke thonë që ka diçka personale dhe kjo këngë. Po, më gjithë që ka një personale. Të shpëndjesh për këtë fakt që ke prek shumë zemra, por me këngën tojnë edhe po kujtojnë diçka të mirë që i ka bëmë një mirë dikur. Po, besoj se shumë zemra e kom prek me gjithë këngë, se qikat e kam pas një të dashurt që vujnë ose djelë të vujnë për një qike. Kur jena atë vuaj tjeta, a vujnë ma shumë femnat a meshkujnë? Thojnë që femnat, veç edhe meshkut mundin shumë e vujtë për femnat. Pra nuk është që mbesin keq as meshkujt. Ndërkohë, ne po flasim për media në përgjithësi të Kosovës edhe Shqipërisë, por përmendet edhe në Chicago ka arritur kjo këngë që na bën shumë mirë ky fakt, një shqiptar që jeton dhe vepron në Zvicër, tashmë ka arritur këtë sukses. Në ndërkohë si po pritet në kafeteri të ndryshme, në klube, diskoteka, je që 2 javë në Kosovë dhe a ke pas mundësi me dalë edhe me ndëgju këngën tonë? Mis kom pas shumë mundësi me dalë se busy tonë kohën, ja të punu në sen, që ashtë kom qitë edhe në sen të ri, më do këtë kom me qitë vetë, veç se di hala sigurt, spotë kom me bo film, edhe besoj që ka nga po njët se shok më pënqojnë mesajat, foncat, po da të një sen në klub, në kafiqa, video të ndryshme. Po. Ndërkohë, je bërë më sa aktive dhe me këtu, por ja që me punë je i stërë ngarkuar, nuk po kiko as me dalë. Po, heq, unë si jam njëri që e lo punën për të me dalë. Unë punoj, këtë kom punu dalë. Kur i krynë gjitha. Të pyesim edhe për këngën e re, përmende që po vjen me diçka të re së shpejti, çfarë do bëhet fjalë për ndonjë çift, ka diçka dashuris, apo ki kalun diçka krejt tjetër që është më argëtuese më verore? Është seni pak më verore, është më shumë për klaba. Tekst është pak më jo për dashuri, po pak më R&B, është pak më për femna. Pas ke folë mirë diçka për femna, apo? Kom folë, në gjithë për femna folë mirë. Qëto janë. Sa i përket asaj po përmendim kohë pas kohë, tashmë sigurisht je edhe duke incizuar këtë këngë të re, a po ndihesh më mirë këtë këngën e re, po mendon që kjo ka më të bëhet edhe më shumë bum se kjo që ka arritur deri më tani me suksesin? Besoj që është kënga mirë, që bëhet më shumë bum s'dihet, unë veç kom qef me qitë senet mira edhe
Qaq. 1 milion klikime, Po. nuk janë pak, janë shumë, Po. për këtë sukses që 1 kënga... milion klikime që janë... Edhe ka kaluar 1 milion klikime, më duket edhe Po, më shumë është bërë, vesh po heni për 2 për 2 milion klikime, si e ki prit këtë ndjenjë, a ki prit që kam i bërë kaq klikime? Se di o kom qitë në send mirë edhe ka po sukses edhe falenderoj Foncat, se Foncat e mirë më ka pru qëto, se më ka pru as kërkush, veç Foncat më ka pru qëto, ku jam qëtas. Me kon jetë duke bashkëpunuar për këngën e ri që do e sjellësh së shpejti? Me kon? Po. Sigurisht kënga do jetë vetëm, do këndosh vetëm, por patjetër teksti, orkestrimi, muzika, produksioni. Tekstin edhe muzikën e kom bo njëjtë, që kom bo të Keme Lyp, e kom bo të Vik Papa, edhe Çekiçi. Besoj që kom konë shumë këngë mirë. Është këngë mirë, veç që kom pas sukses e shqimi tani edhe 1-2 javë. Edhe 2 javë do lansohet. 2-3 javë që është. Të këshyra. 2-3 javë. Mbas 3 javë prapë në studio. Prapë në studio për tjetërën. DJ Blen Real News apo të përkrojnë për këtë këngë dhe apo e mbështesen? Shumë i kam dosta, i kam rina me ta, dalë me ta, punojnë halo bashk, edhe të këshyrëm që bëbot, dhe bëbot në i bashkëpunim, mas bëbot të këshyrëm të ashtë. Për deri sa veç ata të këshyrëm a bëbot në i bashkëpunim, pas ka me pas edhe një bashkëpunim. Të këshyrëm. Vira e gjatë. Qashtu, vira është e gjatë, kur s'nalit vira. Edhe më nalë, tjetër në verës, apet ka vjen prap. Vjen prap. Të ndalimi tek mbrëmjet, po sa bët një jetë, unë po përmendi ka pas kohë që lansohet në gjitha klubet cilat i kemi, ndoshta që nuk janë shumëta, por e rëndësishme që e dëgjojnë, e besa dhe këndojnë këngën zbashko. Po ti je i pranishëm patjetër do jetë edhe ndjenja më e mirë. Por kundrejt asaj, je aktiv me mbrëmje apo ende nuk e filluar? Jo, më qëta shumë kanë zdje me 30-in, do me 30-in këmë kanë rënora, 4 në sëri. Mandej këmë kanë me 5-in në teatr, më do këtë se di heqë të teatrin ota? Po. Qëta është për e njësë mëramit, veç jam si special guest, s'po du me hi komplet në mëramit, veç po du me prit pak. Sigurisht shumë nga ta që janë duke në ndjeku, na kena dhe shumë bashkat betohet, do jenë Rinora 4, pasi që dhe kuptuan që do kesh special guest. Special guest, po. Atar, kush ta ka bu këtë ftesë? Nga Rinora 4 dikush? Nga Rinora 4 po, edhe në tjetërën se diheq. Blonë të më do këtë me ka bo në tjetërën. Edhe besoj që këmë pas ma shumë bravo, se Foncat po më vetin kur, për mundu me të po live, për më pësam, okej, hajde në qëtë po e allo mundësin me po, edhe këtë mundu me po. Pra, me këtë po e kuptojmë që edhe po i këthen mesazhet fansave. Po, gjitha u këthej. Veç s'muj me o këthy minëherë se sa mesazhe kam s'mu me krejt me këthy. Veç... Kur je pak ma i lirë, kur shtë nësime? Kur je pak ma i lirë, këtë ashtë okej që tash veç në mira 2-3 orë për Fonca, mirë për Fonca. Cilat janë pyetjet më të zakonshme që vërën nga ta? Më të shpeshta? Kur më bë live? Ku je që tash? Apo përgjigjen këto pyetja, apo e ki vështirë? Po, më si jam në studio gjithë i thëmë, në Fonca. Pa, mundu më dalë me ty, shisen. Mbrëmjet vetëm do fillojnë së shpejti, po e pret, je mushur e energji për këtë? Po, normal. Gjithë energji unë jam. Unë gjithë i bëj senet mira, i bëj shumë happy, i bëj edhe besoj që vramit ku më shku shumë mirë. Kjo special guest cila do t'u ka bu për Rinora 4, do jesh vetëm te, do jesh me këtë këngën e fundet për të kënduar? Apo DJ Blen dhe Real One? Edhe DJ Blen dhe Real One të kënojnë, unë jam si special guest edhe kënoj hiti që u bot qtash, të këshyrëm. Nashta ka me sukses atje tjetër, nashta ka... Del diçka. Sigurisht këme kënu naj pjesë ka me stri, me prezentu pak, besoj që këme do shumë mirë mërome, edhe që këmë ka mëra me në Prishtinë, këmë ka në full, qëtash për di, se sa njërë për më shkruun, sa sen, sa. Kush po merret me menaxhim? Po merresh personalisht te, apo DJ Blen Real One pas edhe ekipa as me ta? Unë edhe babi jam. Babi. Babën tem e kam menaxher edhe, po, gjithë. Tash kjo arë në Kosovë vetë, apo kjo arë me babin? Vetë vi, ka erë në babi, ka erë... Tash ma shpesh do jesh, ha? Po, përkroj e kam familje, që ata mu më përkrojnë gjithë, qëtu.
Apo na kënon një refren ki me lyp, mas i ka bën për 1 milion klijime. Po, more sot Për gjitha ata që janë duke na ndjekur, pasi do jetë edhe në kanalin ton YouTube. Po, more. Sa i me mos ke me pas keq, nuk kam me t'lon me t'mungu sen, se edhe ti ke me pa vet, sa mire ke pas, sa mire ke pas. Kemi lyp dikën si mu, dikën si mu, dikën si mu. Bravo, Gutren. Faleminderit. E ki më në qat me këndu live, apo kur jemi tek playback, sepse ata që mësuar të kënojnë vetëm live, ka gjësare kanë qef live, e për ata që janë mësuar playback, gjësar playbackun. Unë gjithë kom pas qef me kënu live, gjithë kom pas qef instrumente live, këndim, jazz, soul, si sene. Kështu që live, a? Kështu që live. Nuk e ki probleme dhe zoni për të shkoj ka e këto e demonstrum live të në studio të 4 orët. Në ndërkohët kundrejt këngës të re, përmendëm që do bëhet fjalë për femra, ke mendu që ku do bëhen xhirimet, do jetë ideja jote apo e produksionit? Ideja jam gjithë kanë spote dhe kanë pak produksionit veç... Në Kosovë diko, apo jashtë Kosovës? Se di halo, s'pe di. Veç e di që kom më balë dhe kom më qinë 2-3 javë, se jam të bunu. Qëtash, kesh në studio e ngova për të senin, se unë gjithë hi në studio 2-3 herë, 4-5 herë, ngoj senin a dalë mirë, po më pëlqenë e ku me qitë senin. Pra, do jetë së shpejti. Si shpejt, po. Së shpejti kjo këngë e re dhe planet tjera, ka diçka po... Po, ka unë kom planifiku plan